Ka zgjatur shtator mbledhja e kryeministrit në Pogradec me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Qarqe. Rama thotë se kanë diskutuar për Besën dhe praninë besnike, si dhe për mënyrën e re unike të komunikimit me qytetarët e quajtur pasqyrë Albania. Nesër ministrat raportojnë për punën e kryer. Sali Berisha e cilëson platformën e re të qeverisë pasqyrë Albania si një mashtrim të ri të Ramës dhe një tjetër projekt abuziv për të shpërdoruar miliona nga parat publike. Sipas tij, ajo do të krijojë një mur të ri midis qytetarit dhe administratës. Dy persona babe birë mbeten të vrarë dhe një tjetër u plagos rënd në pult të Dukagjinit Shkodrës. Për këtë ngjarje të rënd mbeten ende të paqarta rrethanat dhe motivi i krimit. Policia vjet në kërkim të autorëve. Një ngjarje rënd ndodhi në Athinë mëngjesin e sotëm ku një 48 vjeçar shqiptar vrau me armë një grua 45 vjeçare, gjithashtu shqiptare dhe më pas i dha fund jetës. Ngjarja ndodhi në rrugë ndërsa motivet e krimit mbeten të paqarta. Një raport i Bankës Botërore vlerëson se Shqipëria po përjeton një rritje të ndjeshme të hyrjes së makinave. Mbi 1 milion automjete qarkullojnë në rrugë, por 91% e tyre janë mbi 10 vjeçare, duke ndikuar në mjedis dhe duke shtuar aksidente. Porto Palermo Festival uli si pari në edicionit të tij të 6 në 2 net magjike në qendër Timarës. Festivali i ideuar nga violinisti Olen Cezari doli nga kalaja e Alipashës për të qenë më pranë publikut duke sjellë një atmosferë të veçantë. Clan Explorer ka udhëtuar këtë të diel në Gramsh nga ka sjellë spektaklin e shiut të meteorëve të njohur si Perseidet. Një prej fenomeneve më të bukura astronomike ka mbledhur familje të tëra, si dhe të apasionuar pas yjeve. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Ky është edicioni i fundit informativ. Do të bëjmë së bashku një përmbledhje të zhvillimeve më kryesore të ditës së sotme. Ka zgjatur shtator mbledhja e kryeministrit në Pogradec me drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Qarqe. Pas mbledhjes, Rama tha se kanë diskutuar për dokumentet Besën dhe praninë besnike, si dhe për mënyrën e re unike të komunikimit me qytetarët e quajtur pasqyrë Albania. Nesër ministrat raportojnë për punën e kryer. Për plot shtator, kryeministri dhe 12 drejtuesit politik socialist dhe krerët e komisioneve parlamentare të majorancës kanë diskutuar buzëliqenit në vilën qeveritare të Pogradecit mbi dokumentat strategjik Besa dhe prania besnika. Pas mbledhjes me dyert të mbyllura, vetë kryeministri ka zbuluar me detaje edhe për ato çfarë diskutuar në këtë mbledhje për sezonin e ri politik. Ne u përpoqëm të mbledhim së bashku reflektimet e një periudhe pushimesh aktive lidhur me sezonin e ri politik. Kemi diskutuar për Besën, kemi diskutuar për praninë besnike, kemi diskutuar për ekosistemin e ri të komunikimit të qeverisë, jo në kuptimin thjesht komunikimit publik, por të komunikimit me qytetarin. Ndërsa eksploroi edhe mënyrën e re të komunikimit me qytetarët. Kemi diskutuar edhe për pasqyrën unike, pasqyrë Albania, ku qytetarët do të kenë të pranishëm të gjithë institucionet dhe ku ambicia është që më herë se vonë të arrijnë në pikën që çdo kërkesë, çdo shqetësim, çdo hall i qytetarit drejtuar institucioneve të jetë si një pako postale, statusi i cilës ndiqet në kohë reale nga dërguesi. Dhe nga ana tjetër, shteti, qeveria, institucionet ndjekin përgjegjësitë dhe çdo shkelje afati shihet me lupë. Gjatë 30 ditëve të fundit të pranishmit të mbledhje kanë mundur të bëjnë analizën e tyre dhe të ndajnë refleksionet mbi këto dy dokumente për modelin e ri qeverisës në 3 vitet e ardhshme të këtij mandati. Çdo njeri nga të pranishmit ka dhënë mendimin e tij se si duhet të ndryshojë komunikimin dhe ndërveprimin mes të gjitha hallkave, nga drejtuesit politik tek deputetët e deri tek drejtuesit e institucioneve të varësisë, në mënyrë që të reflektohet edhe tek cilësia e ofrimit të shërbimeve. Ndërkohë diskutimet janë ndalur edhe tek përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme lokale. Pasdite drejt Pogradecit udhëtuan edhe anëtarët e kabinetit qeveritar për të marrë pjesë në një darkë e organizuar në një nga restorantet në zonën e Tushemishtit. Ndërkohë që të hënën do të jenë pikërisht ministrat që do të zhvillojnë mbledhjen me kryeministrin dhe
që do diskutojnë po për 2 dokumenta strategjik, por edhe për sezonin e ri politik që nis në shtator. Pjesë e raportimeve do të jenë edhe çështje që lidhen me prezencën e ministrave dhe deputetëve në media, tradicionale dhe ato sociale. Por për liderin e opozitës Sali Berisha, nisma e Qyr Albania është një tjetër projekt abuziv dhe një mënyrë për të shpërdoruar miliona nga parat publike. Në serialin e mashtrimeve të kësaj vere, Edi Rama i bronzuar, por i tromaksur dhe i skaduar pas dështimit me besën dhe besimin, njoftoi portalin e ri Pasqyr Albania si mjet komunikimi me qytetarët për hallet e tyre. Në fakt, me këtë, ai njoftoi vjedhjen e re të miliona dollarëve, shkruan Berisha në rrjetet sociale. Për kryedemokratin, pasqyra është një mur i ri midis qytetarit dhe administratës e cila do të shërbejë qytetarëve pa aq sa diella luftës kundër vjedhjeve qeveritare. Dy persona, babë e birë, mbetën të vrarë dhe një tjetër u plagos rënd në pul të Dukagjinit në Shkodër. Për këtë ngjarje të rënd mbetën ende të paqarta rrethanat dhe motivi i krimit. Policia është vënë në kërkim të autorëve. Vriten babë e birë në Dukagjin. Ngjarja e rënd kriminale ndodhi pas ditën e së dielës në fshatin Pult në zonën e Dukagjinit, ku si pasojë të shtënave me armë zjarri kanë humbur jetën Lek dhe Prel Gjoni. Plumbat lanë të plagosur edhe Lazar Bashin. Në gjendje të rënd, ai u transportua për të marrë ndihmë mjekësore në spitalin e Shkodrës. Sipas të dhënave të policisë së Shkodrës, ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:20 minuta, ku 2 viktimat, babë e birë, dyshohet se janë qelluar me armë zjarri. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të krimit, ndërsa po mblidhen të dhëna për autorin ose autor të dyshuar dhe vijnë kontrollin në zonë për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve të kësaj ngjarje të rënd. Kujtojmë se një muaj më parë në këtë zonë të Dukagjinit, për gjakmarrje u vra Aleksandër Koçeku. Hetuesit kanë gjetur të hedhur në përferra thikën që dyshohet se u përdor nga Sokrat Vata në vrasjen e turistit portugez në Ksamil. Sipas dëshmimeve të marra nga prokuroria, 29 vjeçari i kishte flakur atë gjatë largimit nga vendi i ngjarjes. Pas disa ditësh kontrolle, policia e Sarandës gjeti thikën me të cilën dyshohet se Sokrat Vata qelloi disa herë ndaj 21 vjeçarit portugez Luis Miguel Varela Mendes mëngjesin e 18 gushtit. Arma e krimit është gjetur e hedhur në disa ferra larg vendit të ngjarjes, lokalit të natës, besohet përgjatë rrugës që Vata ka ndjekur për t'u arratisur. Në dosjen hetimore të prokurorisë së Sarandës ka dëshmi të momentit ku thuhet se 29 vjeçari është parë të hedhë diçka në mes të rrugës, teksa po largohej me makinë nga DJ lokali. Ka marrë makinën dhe në pjesën e sipërme të lokalit doli Sokrati, i cili hipi në pjesën e pasme të makinës dhe jam nisur menjëherë në drejtim të qendrës shëndetësore të Ksamilit, ku Sokrati gjatë rrugës më tha ik vetëm drejt dhe pas 2-3 minutash kur shkuam në një rrugë me kaldrëm, Sokrati më tha ndalo këtu dhe iku zbathur. Disa metra pak larg makinës vura re që Sokrati hodhi diçka me forcë. Sokrat Vata, sipas pamjeve të kamerave të sigurisë të zbardhura nga prokuroria, ka qelluar ndaj 21 vjeçarit me thik pas një sherrri fizik që pas dëshmive kishte nisur për shkak të zhurmës. I riu në përpjekje për të shpëtuar goditjeve është hedhur në det dhe kur ka dalë prej andej, ka qenë i gjakosur. Me gjurmë gjaku në veshje dhe trup nga vendi i ngjarjes janë filmuar të largohen Sokrat Vata dhe Denis Gjana, ky i fundit ende në kërkim për bashkëpunim në vrasje. Një ngjarje e rëndë ndodhi në Athinë mëngjesin e sotëm, ku një 48 vjeçar shqiptar vrau me armë një grua 45 vjeçare dhe më pas i dha fundjetës. Ngjarja ndodhi në rrugë ndërsa janë të paqarta motivet. Një ngjarje e rëndë tronditi mëngjesin e së dielës lagja Nea Smirni të Athinës. Një grua dhe një burr, të dy me origjinë shqiptare, janë gjetur të pajet në hyrjen e një pallati. Nga hetimet paraprake, burri identifikuar nga mediat greke si Altin Almuça, 48 vjeç, dyshohet se kishte pritur gruan pranë pallatit, ku ajo kishte shkuar për të vizituar vajzën e saj. Në momentin që 45 vjeçaria Julieta Obzova mbërriti në hyrje, ia qolloi me armë dhe më pas përdori të njëjtën armë për t'i dhënë fund jetës. Dëgjova 3 zhurma shumë të forta rreth orës 5:30 të mëngjesit. Nuk e kuptova menjëherë nëse ishin të shtëna. Kishte disa sekonda distancë mes tyre dhe më pas dëgjuam sirenat e policisë. Dolëm për të parë se çfarë kishte ndodhur. Ishte një skenë shumë e rëndë.
Në trupin e 45 vjeçarit u konstatuan plagë nga të shtënat, ndërsa burri kishte plagë në kokë. Pranë trupit të tij u gjet edhe arma, çka përforcon skenarin e vrasjes dhe më pas vetvrasjes. Nëna e 45 vjeçares thotë tronditur se nuk kishte dieni për ndonjë konflikt të vajzës. Nuk di asgjë, ajo nuk më kishte thënë asgjë, tani e mora vesh për vajzën time. Vajza tjetër më telefonoi dhe më tregoi. Ajo nuk më kishte treguar për lidhjen e saj. Autoritetet po hetojnë marrëdhënien mes dy viktimave dhe motivin e krimit. Mediat greke shkruajnë se autori, i cili pozonte me armë në rrjetet sociale, ishte i martuar dhe kishte një fëmijë, ndërsa 45 vjeçaria ishte e divorcuar. Dyshohet se mes tyre kishte pasur një lidhje e cila ishte prishur për motive të paqarta. Arrestohet në Palas Elvis Kosova pasi dhunë pas policisë bashkëshorten e tij. Konflikti familjar ndodhi mes ditën e sotme dhe ndërhyrja në kohë e policisë parandaloi një ngjarje potencialisht të rëndë kriminale. Gjatë kapjes në flagrancë të 40 vjeçarit u sekuestrua edhe një armë zjarri pistolet pa leje. Gjithashtu, policia ushtroi kontrolle në banesë edhe në Tiranë të Kosovës, ku gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 2 pako me municion luftarak dhe 2 kryer me fishek. Elvis Kosova është një emër i njohur për uniformat blu pasi në korrik të vitit të kaluar në derën e garazhit në pronësi të tij shpërtheu një sasi tritoli, ndërkohë në 2024 ai u ndalua për vjedhjen e një makine luksoze Audi R8 me vlerë rreth 200.000 euro, që ishte sjell fillimisht nga Gjermania nga një turk dhe më pas ishte përvetësuar nga vetë ai përmes mashtrimit. Policia e Tiranës goditi një rast të trafiku të drogave të forta. 2 persona u vunë në pranga, ndërsa u sekuestruan 5 kg kokainë dhe heroin. 5 kg drogë, 3 prej të cilave kokainë dhe 2 heroin u sekuestruan nga policia e Tiranës, e cila vuri në pranga 2 persona. Përmes një konference për shtyp, drejtori i policisë së Tiranës, Oliger Torba, tha se sasia e konsiderueshme e lëndës narkotike do të dërgojë në qytetin e Durrësit. Nga ana e seksionit për hetimin dhe narkotikëve, u siguroi informacione në rrugë operative se 2 shtetas do të transportonin një sasi të konsiderueshme lëndëve narkotike në zonën e Treshit, në afërsi të një shtulla 3 në Durrës. Operacioni për kapjen e tyre u zhvillua në rrugën Kastriotët në Tiranë. Shërbimet policore të seksionit për hetimin dhe narkotikët kanë ndërhyrë dhe kanë ndaluar ato mjetin e dyshuar. Gjatë kontrollit të ushtruar në brendësi të ato mjete, shërbimet e policisë kanë evidentuar në një çantë në brendësi të cilës kishte 7 pako me lëndë të dyshuar narkotike. Policia tha se ky operacion është në vazhdim të një tjetri, ku disa javë më parë u arrestuan 2 persona të tjerë me 250 gram kokainë, teksa sasia e sekuestruar këtë të diel është më e larta e kapur prej disa kohësh në kryeqytet. Është rënduar bilanci i aksidentit të ndodhur pak ditë më parë Durrësit. 16 vjeçari Klevis Dervishi, një prej personave të plagosur në këtë aksident, ndroi jetë në spitalin e traumës. Ai nuk arriti të mbijetojë plagëve të marra nga përplasja e makinës me bordurën e betorit e një kanali kullues në rrugën dytësore. Nga aksidenti rënd humbën jetën në vendin e ngjarjes edhe drejtuesi i makinës, bashkëshortja e tij italiane dhe një 15 vjeçar. Shkak dyshohet se u bë shpejtësia e lartë me të cilën lëvizte mjeti. Flasim tani për situatën e zjarreve në Shqipëri, ku në të gjithë vendin sipas Ministrisë së vatra aktive dhe 8 mbeten në monitorim. Një vatër zjarri u raportua mbrëmjen e kësaj të diele pranë një kodre në zonën në ujë të ftohtë. Flakët rrezikuan një hotel pranë zonës, por fal ndërhyrjes së zjarrfiksëve u shuan. Mbetet aktive vatra në malin e Dajtit, por nuk ka rrezik për zonat e banuara. Ndërsa në qafë Helmës të Bulqizës sot u riaktivizua zjarri në 2 vatra në një pyll me pisha të dendura. Situata paraqitet më e stabilizuar në tenë të Mirditës, por puna vjon për izolimin e flakëve, ndërsa në Shtufë vatra ka intensitet të ulët dhe po monitorohet nga strukturat vendore. Një vatër e re u aktivizua në malin e Çikës mbi Palas, ku po punohet nga ajri për vënien në kontroll. Një raport i Bankës Botërore vlerëson se Shqipëria po përjeton një rritje të ndjeshme të hyrjes së makinave nga jashtë. Mbi 1 milion automjete qarkullojnë në rrugë, por megjithatë 91% e autoveturave janë mbi 10 vjeçare, duke rritur kostot dhe duke shtuar aksidentet.
Shqipëria po bëhet gjithnjë më shumë një vend i makinave. Sipas Bankës Botërore, motorizimi është rritur me 122% në një dekadë, ritmi më i lartë në Ballkanin Perëndimor, ndërsa flota vazhdon të zgjerohet me shpejtësi. Të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor tregojnë se 71.2% e autoveturave të reja të regjistruara këtë vit janë elektrike, 21% më shumë se një vit më parë, por tranzicioni nuk ka rinovuar ende panoramën e automjeteve në vend. Nga 847.000 autovetura, 91% janë mbi 10 vjeçare, afro 385.000 prej tyre janë mbi 20 vjet të vjetra. Kontrasti me Bashkimin Evropian është i thellë, makinat mbi 10 vjeç përbëjnë rreth 57% të totalit. Për Bankën Botërore kjo përkthehet në një kosto të drejtë ekonomike me më shumë konsum karburanti, standarde më të ulta sigurie dhe më shumë shpenzime nga aksidentet, dëmet materiale dhe humbja e produktivitetit. Raporti thekson gjithashtu se 95% e emetimeve të transportit vijnë nga rruga, ndaj investimet nuk duhet të kufizohen vetëm tek makinat elektrike, por edhe te transporti publik, hekurudhat dhe infrastruktura më e sigurt. Porto Palermo Festival uli si pari në edicionit të tij të 6 me 2 net magjike në qendër të Himarës. Festivali i ideuar nga violinisti Olen Cezari doli nga Kalaja e Lipashës për të qenë më pranë publiku, duke sjellë edhe një atmosferë të veçantë. Himara priti mbrëmjen e dytë të Porto Palermo Festival duke i dhënë fund dy netëve festive në shënditorin e Spiles. Pas atmosferës së krijuar një natë më parë edhe mbrëmja 22 gushtit, mblodhen një hapësirë të vetë me muzikën, detin dhe publikun, me turistë vendase të huaj që u bashkuan koncertit, një prej pikave më të frekuentuara të Rivierës. Tanta energjia. Çfarë energjie? Sa bukur është jesh këtu në Himar. Është era e tretë që performojmë për Porto Palermo Festival. Bashkëpunojmë prej vitesh me Olenin. Shihni çfarë atmosfere është, sa shumë njerëz ka. Muzika është shumë e bukur dhe të përfshin. Këtë synoj edhe unë me performancën time. Është interesant, është një virtuoz Oleni, është kënaqësi me konë njëtin skenë me to. Muzika vijoi gjatë mbrëmjes, ndërsa shëtitoria u mbush me drita dhe njerëz që ndoqën koncertin në qiellin e hapur. Për shumë prej vizitorëve, kjo ishte një tjetër mënyrë për të përjetuar festivalin larg skenave tradicionale dhe një atmosferë tipike verore. Fantastike, muzika shumë e bukur, është hera e disa që unë vini i marë. Prania e turistëve nga vende të ndryshme i dha mbrëmjes një karakter edhe më ndërkombëtar, ndërsa muzika shërbeu si pikë takimi mes kulturave dhe vizitorëve që kanë zgjedhur Rivierën shqiptare për pushimet e tyre. Po më pëlqen shumë, është nata e dytë që po e ndjek këtu, po e shijojmë vërtet. Jam bashkë me familjen, një mbrëmje fantastike në Himar. Kemi ardhur nga Franca. Bergamo. Vim nga Italia, Bergamo. Atmosfera është shumë e këndshme. Hera e parë që dëgjoj një muzikë të tillë, është ritmike dhe të bën të kërcesh. Me përfundimin e natës së dytë Porto Palermo Festival, mbylli dy mbrëmjet e zhvilluara në Himar, duke shtrirë atmosferën e tij nga kalaja historike deri te hapësira e hapur Buzdetit. Një tjetër edicion që dëshmon se muzika dhe kultura mund të shndrojnë hapësirat e Rivierës në skena të gjalla, duke i dhënë publikut dhe turistëve një eksperiencë që bashkon artin me bukurinë e Bregdetit shqiptar. Klan Explorer ka udhëtuar këtë diel në Gramsh nga ka sjellë spektaklin e shiut të meteorëve të njohur si Perseidët. Një prej fenomeneve më të bukur astronomik ka mbledhur familje të tëra si dhe të apasionuar pasyjeve. Ed shohim. Ky udhëtim është ndryshe, krejt tjetër nga çfarë jemi mësuar të përjetojmë. Këtë radhë do të rrëfejmë magjinë dhe bukurinë e natës dhe të errësirës. Është nata e Perseidëve, një prej dukurive më të bukura astronomike të verës që ndodh gjatë mesit të kushtit dhe që çdo vit i afron njerëzit me qiellin dhe i bën të shohin lart me një tjetër kurreshtje. Elkit Çobani është kthyer nga Italia, gjithmonë i bën pushimet në Shqipëri dhe këtë herë ishte me fat që netet e Shën Lorenzos, siç njihen në vendin Qin, t'i shite nga vendlindja e tij. Pret që kjo natë të jetë shumë e bukur dhe është tepër i përfshirë. Kjo mbase edhe nga pasioni që ai ka për astrofizikën.
Nata San Lorenzo është dita e San Lorenzos. Po. Kur bie në vjet. I keni parë dhe atje? I shikoni Atje si është Milano, s'ka shumë mundësi, nuk duken shumë në vjet, po kam qelluar gjithsesi se kam pas qef astrofizike. A e keni bërë ndonjëherë këtë eksperiencë më parë apo shëra parë? Ja, shëra parë që vjemi dedikuar këtu në se rastësisht që zbuluam këtë aktivitetin. Po si prisni që t'jetë sonte? Deri tani? Eksperiencë e bukur, deri tani është punë e bukur, se na pëlqen bëjmë kampexhon, të vim kamping, kalamajt kënaqen, bëjmë diçka ndryshe. Sepse meteorët kanë nisur të bien. Dëshirat kanë nisur të thuhen pa zë. Dhe mezi po e presën në fakt. Dhe kemi filluar të shohim ato yjet e parë. Po, unë i pa, e pam. Biles shpreha dhe dëshirë. A këtë thoja, po të shpreh dëshirë? Po. Por ky rrëfim dhe kjo dëshirë që na tregon Alkida është më e bukura dhe më e ndjera. Do ta them, është realizuar kur unë fitova smundjen e shekullit. Fitova luftën kundër kancerit të gjirit. Të mundam një mesazh që mund të dalë. Po patjetër dhe është e para që pash dhe atë mendova. Muzika fiket dhe tani është koha të shkojmë te teleskopët, të cilët po instalohen në errësirë. Është momenti kur qielli fillon të tregojë sekretet e tij. Meteorët që do të kalojnë mbi hemisferën e tokës do dhurojnë një spektakël të jashtëzakonshëm. Kometa Swift, e cila është një kometë që her pas here në këtë periudhë kohe gjendet shumë afër me tokën. Dhe çfarë ndodh në momentin që gjendet kaq afër me tokën, copëzat e saj tërhiqen nga graviteti i tokës dhe tërhiqen me një forcë shumë të madhe. Dhe në këtë moment, kur futen në atmosferën e tokës, ka një lloj djegje shumë interesante. Por e veçanta e netëve të Perseidëve gjatë këtij viti është mungesa e hënës, e cila është e thyer dhe ndriçon në qiell vetëm 1%. Kjo është një mundësi fantastike për të qiuar më mirë në qiell meteorët. Në qiell ndriçon edhe Saturni, një prej planetëve më të veçantë dhe më të magjishëm për të parë përmes teleskopit. Ajo që në fotografitë e internetit duket e largët dhe abstrakte, për pak çaste bëhet pjesë e realitetit. Po, Saturni është nga ky krah, që ne do ta shohim me teleskop dhe personat që do jenë këtu do kenë mundësi ta shohin me teleskop, ndoshta rrallë herë në jetën e tyre. Do shohim pjesën e onazat. Yjet kanë nisur të bien, dhe gëzimi dhe entuziazmi i njerëzve që provorasin nga emocioni bashkohet në një zë. Është kjo ndjesia për të cilën ata kanë ardhur deri këtu, për të harruar punët dhe detyrat e përditshme. Ata që e peritojnë më shumë janë fëmijët. Është mundësia për të parë nga afër atë që deri dje e kishin parë vetëm në libra, fotografi apo në ekran. Kështu ndodh edhe me Nausin, emri i të cilit vjen nga një ujësi. Naus, të përshëndes. Sa emër të bukur që ke? Të ma dërgosh pak? Kuptimin e emrit tënd? Është emër Ylli. Emër Ylli? Kush ta ka punë emrin ty? Mami. Mami është dashuruar me Ysin apo jo? Edhe ti, apo jo? Po. Si ndihesh? Shumë. Tani ke parë shumë yje që kanë rënë? Për të pranishmit ky moment nuk ishte vetëm një moment magjie, por edhe një moment shkëputjeje nga telefoni, nga zhurma, nga ritmi i përditshëm. Në fakt, nata është jo magjike, po është një natë që të ndan nga i stresi përditshëm. Dhe gjithçka tjetër në perspektivë. Kur shikon këtë natë, shikon yjet, shikon madhështinë e yjësisë së qumshit, dhe kupton që ne ndoshta fiksohemi dhe stresojmë veten tonë për gjërat më të parëndësishme në botë. Sa yje ke parë sot, sa ke numëruar? Shumë bukur, unë deri 3 numër, pastaj janë shumë. Dhe ke harruar, po kemi duar dëshira. Ke pasur ai shumë dëshira sa yje kanë rënë? Po, vit për vit vim të shikon yje, bëjmë dëshira, dëshirat nuk janë pafundme si yjet, si diet. Po kështu të janë realizuar apo jo? Po, një pjesë e mirë po. Vërtet? Po. Të ledaton dikush diçka, fytyrën, flokët, trupin, pa qenë dikush tjetër prezent afër teje. Disa i kanë numëruar meteorët e rënd, ndërsa disa të tjerë e kanë harruar duke shijuar spektaklin i qiell. Të bën më njerëzor, të bën më të qasur, më të kollajt me u njohë, me i pranu njerëzit, të gjithë farë qofshin ata. Po edhe pak vetën, ë? Që ka dhe pak takime vetën kjo. Po, eksakt.
Në 6 vite, Lyto Alliu flet edhe për turizmin yjor, sepse ky organizim ka aktivizuar edhe komunitetet lokale, bujtinat apo stanet. Njerëzit e duan këto gjëra. Pra ne nuk duam këto vende masive, ne duam të promovojmë zonat të reja të cilat ne mund të zhvillojmë. Mund të bëjmë bashkëpunim me bujtinat, me familjet të zonës, me stanet të zonës. Pra që jepni edhe komunitetit. Perseidët vazhdojnë rrugtimin e tyre, ndërsa ne mbetemi poshtë, duke i ndjekur me sy. Ndoshta është pikërisht kjo, ajo që e bën këtë natë kaq të veçantë. Për disa orë, qielli nuk është më diçka që e shohim rastësisht, bëhet destinacion, një vend ku mblidhemi bashk, ku mësojmë të ëndërrojmë edhe për pak çaste harrojmë gjithçka tjetër, sepse disa spektakle nuk kanë nevojë të ndërtohen, mjafton të presësh perëndimin e diellit. Edhe me këtë reportazh kemi mbritur në fund të këtij edicioni lajmesh. Bashkë miropafshim.